Territori shqiptar për datën 23 maj 2026 do të karakterizohet nga moti i paqëndrueshëm dhe i ngrohtë, me reshje shiu në një pjesë të mirë të territorit dhe intervale me diell kryesisht në jug të vendit. Paraditja do të sjellë vranësira dhe reshje lokale në zonat qendrore, verlindore dhe juglindore, ndërsa pasditja do të ketë kthjellime të pjesshme në ultësirën perëndimore dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 8 orë me diell, kryesisht në jug dhe përgjatë vijës bregdetare. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor dhe jug-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:08 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 27 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër, 19 deri në 28 gradë Celsius; Kukës, 14 deri në 23 gradë Celsius; Peshkopi, 13 deri në 22 gradë Celsius; Tiranë, 18 deri në 28 gradë Celsius; Durrës, 18 deri në 29 gradë Celsius; Kavaj, 17 deri në 28 gradë Celsius; Elbasan, 19 deri në 27 gradë Celsius; Berat, 18 deri në 27 gradë Celsius; Korç, 10 deri në 19 gradë Celsius; Vlorë, 18 deri në 28 gradë Celsius; Gjirokastër, 16 deri në 14 gradë Celsius; Sarandë, 19 deri në 25 gradë Celsius.